Përshëndetje të nderuar miq, procesi i votimit u mbyll dje dhe numërimi nisi mbrëmjen e djeshme, ku dolën edhe rezultatet e para në mesnatë, ndërsa mëngjesin e sotëm ka nisur edhe kontestimet e para që duket se do të vazhdojnë gjatë, po përgatiten alibit për humbësit, ndërkohë që jo të gjithë palët kanë folur. Por si ishte procesi, do ta shikojmë nga syri i vëzhguesve të panshëm. Dhe njëri prej tyre e kemi të ftuar, zoti Kolinda Vjerda nga qendresa qytetare. Kolinda, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. A e kalon klasën procesi zgjedhor me atë që ju keni parë dje? Para pak minutash kishte një konferencë pushtyp me disa organizata të tjera, por në tërësi si ishin këto zgjedhje? Nëse e kalon klasën apo jo, duhet jetë në institucionet siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo Kolegji Zgjedhor, të cilët janë ato të cilët certifikojnë apo jo një proces zgjedhor në bazë të standardeve të cilat ato shtojnë apo elemente të cilët ato konstatojnë. Ajo që ne kemi parë, të paktën në terren, me vëzhguesit tanë në terren, apo informacionet cilat na kanë ardhur, shohim që kemi të bëjmë një traditë tashmë të problematikave gjatë procesit të votimit. Traditë e cila na kujton dhe na rikthen në po të njëjtat problematika, siç është votimi familjar, të cilin ne e gjejmë të pranishëm në shumicën e qendrave të votimit të cilat ne kemi monitoruar. Nga ana tjetër, një problematikë e rëndësishme është mungesa e besueshmërisë së aktorëve, të cilët kanë sjellë më pas, duke u nxitur edhe nga komisionet politike të krijojnë konflikte, të krijojnë anomali, por edhe zhvatje dhe nga ana tjetër vonesa në procesin e zhvillimit të votimit. Nga ana tjetër, ajo që ne e vërejmë të paktën në ato konstatime të bëra në terren, lidhet edhe me praninë e personave të paautorizuar. Personat paautorizuar të cilët nga njëra anë mund të jenë si përfaqësues të partive politike, vëzhgues të partive politike, por që nuk ka një mjet identifikimi, gjë që e bën të vështirë të kuptuarin nëse këto individ janë apo jo personat paautorizuar në brendësi të qendrave të votimit. Qoftë nëse ato nuk reagojnë, apo qoftë edhe në anën tjetër, nëse ato bëhen palë duke nxitur qytetarë të votojnë për një subjekt apo një tjetër, në secilën formë kjo ndikon në integritetin e procesit zgjedhor. Ajo që mund të themi është që në vitin 2025 ne pamë dhe skena siç ishte ajo e transportimit të materialeve zgjedhore nëpërmjet mushkës apo nga ana tjetër votimi në një kuti, në një dollap, gjë e cila padyshim tregon se standardet e zgjedhjeve nuk janë këto të cilat ne pretendojmë të paktën për zhvillimin e një procesi zgjedhor i cili duhet të jetë i pa kontestueshëm. Pra problemet më të mëdha i kanë sjellë vetë partitë, mungesa e depolitizimit. Ajo që ne konstatojmë dhe shohim si element thelbësor i cili duhet të jetë pjesë në tërësën e diskutimit, jo vetëm të aktorëve politik, por edhe të aktorëve të tjerë të cilët monitorojnë apo janë pjesë e zhvillimit të proceseve zgjedhore, është padyshim element që lidhen me depolitizimin e administratës e cila merret me zhvillimin e proceseve zgjedhore, si një ndër format të cilat ne duhet besojmë tek individ të cilët janë të trajnuar, individ të cilët kanë informacion dhe dinë se si të reagojnë në situata të caktuara. Ajo që kemi parë ditën e djeshme lidhet pikërisht edhe me problematika të imaste teknike, me faktin nëse duhet ta njollosin apo jo gishtin, apo gjë e cila lidhet me trajnimet dhe informimet e atyre individëve politik të cilët janë pjesë të komisioneve zgjedhore. Dhe përsa kur ne do vazhdojmë të jemi pjesë në këtë gjuhë dhe në këtë gjuhë konfliktuale, qoftë edhe në qendrat e votimit që ne e pam ditën e djeshme që agravoi shpeshherë edhe në konflikte mes komisionerëve në qendrat e votimit, kjo do të vazhdoj përsa po ne do kemi të politizuara dhe do i kemi të politizuara komisionet të cilat administrojnë proceset zgjedhore. Ajo që ne mund ta konstatojmë sot si një ndër mund të themi edhe problematika të cilat nuk është adresuar më së shumti, është pikërisht kjo dhe e shohim se palët në mungesën e besueshmërisë që ato kanë, si për procesin, të cilën ne pamë edhe me votimin elektronik përsëri, për të dytën herë rradhazi votimi elektronik pilotohet. Pra palët përsëri nuk janë dhe nuk kanë besueshmëri tek një proces i cili rezultatin dhe zhvillimin e tij e nxjerr në një kohë reale, mund të them, krahasimisht me atë që ne do shohim si maratonën e votimit, por edhe maratonën nga ana tjetër të numërimit votave, e cila do vazhdojë gjatë për shkak edhe të kontestimeve, por edhe të
individëve të cilët ne e dim shumë mirë si procesi i votimit, por edhe ai numërimit administrohet nga individ të cilët vinë nga partitë politike, gjë e cila sipas direktivave të partive sjell ndonjëherë edhe vonesa apo bllokime të procesit. Nga raportimet, por edhe nga ajo që ju keni parë vetë terren, si ka pas ndikim krimi organizuar në këto zgjedhje? Kjo i takon institucioneve të drejtësisë, është e vështirë që një aktor i jashtëm të konstatojë pikërisht ndikimin e krimit në fushata elektorale. Ajo që ne duhet na ka gëzuar së pari është fakti që institucionet e drejtësisë janë investuar në fushatën elektorale, por më pas edhe gjatë ditës së djeshme në zhvillimin e procesit zgjedhor, por ajo që ne duhet presim sot dhe duhet shohim janë rezultatet. Ne pam disa akcione të cilat ndodhen gjatë fushatës elektorale nga ana e institucioneve drejtësisë, por sot presim që këto raste të cilat mund të vinë të evidentuara qoftë nga aktor politik duhet të faktohen. Ajo që ne duhet të ikim është janë modelet partizançe të mbrojtjes votës apo të pretendimeve se si ne shohim se partitë politike mbrojnë veten e tyre në raport me qytetarët apo edhe me votën. Ne duhet besojmë tek institucionet, për sa kohë ne i krijojmë institucionet për të rregulluar pikërisht këto marrëdhënie. Dhe për sa kohë institucionet janë në terren, janë të pranishme, pari duhet që të drejtohemi këtyre institucioneve dhe të shohim reagimin e tyre dhe jo të shkojmë në modele të tilla të cilat sjellin konflikte, të cilat i kemi parë edhe në zgjedhjet e kaluara dhe nuk i munguan as kryer zgjedhjet. Pra, 2030 do na kap me këto dy problematika, e para deri çfarë ndodh para futjes së votës në kuti dhe numërimi më pas. Mendoj që standardet e zgjedhjeve qoftë për faktin që ne vazhdojmë të kemi një traditë të problematikave të procesit zgjedhor. Mendoj që jemi larg atyre standardeve të cilat ne pretendojmë për një Shqipëri e cila u elaborua tepërmi edhe në këto zgjedhje që është Shqipëria 2030 apo Shqipëria në Bashkimin Evropian. Që të shkojmë drejt Shqipërisë në Bashkimin Evropian padyshim që duhet së pari të merremi me ato e cila është baza e demokracisë dhe janë zgjedhjet. Pra janë themelët mbi të cilat ne përjetojmë si qytetar, por edhe partitë politike dhe aktorët politik përjetojnë demokracinë. Dhe për sa kohë ne kemi element që dojnë pikërisht në procesin demokratik në cilin ne zhvillojmë, mendoj që kemi shumë rrugë përpara për të vendosur standarde. Për sa kohë ne shohim që palët nuk kanë vullnet për të ndryshuar këto problematika, duke qenë që këto problematika përsëriten nga viti në vit, duke qenë që këto problematika përsëriten në çdo zgjedhje, kjo tregon që mungon një vullnet mbi partizan apo mbi të gjitha palët, qoftë edhe për t'ia lënë institucioneve, qoftë edhe që ato vetë jenë ndikuese në rritjen e mbarvajtjes së këtyre proceseve. Ju lutem vetë diçka të fundit, Kolindo. Partitë e reja, pavarësisht se nuk morën ato që u trombetuar Shqipërisë, deri tani flasim me rezultatet e deri tanishme, e atrazuan ujërat e sistemit, qoftë edhe me vëzhguesit e tyre të pranishëm, ndjekjen e procesit, pra e reja sikur po lind dal nga dal. Më shumë sy në një proces është gjithmonë më mirë, dhe sa më shumë janë aktorët të cilët vëzhgojnë apo janë aktorët të cilët janë pjesëmarrës në një proces aq më demokratik, mund ta njësojmë atë proces pa diskutuar pastaj problematikat të cilat evidentohen, por jep një frymë të hapjes së procesit. Ajo që ne duhet të shohim sot me vëmendje është pjesëmarrja. Dhe duhet analizojmë duke e parë në shumë aspekte dhe në shumë këndvështrime, jo vetëm në atë të shifrave, por edhe të realitetit që ne e dim shumë mirë se sa është prania e shqiptarëve brenda vendit. Dhe nëse ne konstatojmë që kemi të bëjmë një pjesëmarrje të ulët dhe rezultatet përfundimtare të pjesëmarrjes do na tregojnë që kemi të bëjmë realisht me një pjesëmarrje të ulët në këtë proces zgjedhor, mendoj se ky është një mesazh për të gjithë spektrin politik, qoftë atë tradicional, por qoftë edhe për partitë e reja, se sa të aftë ishin ato për të nxjerrur qytetarët shkonin drejt qendrave të votimit. Ajo që kemi konstatuar në terren është që padyshim ato shifra të cilat dolën u pan edhe në terren ku nuk pati rrallë në qendrat e votimit. Pra nuk kishte frym, kishte vetëm një votim mekanik i atyre që dihet që do votoheshin.
Kjo padyshim që pas procesit do shihet në dy këndvështrime, nga ato të cilët do thonë këto janë standardet të cilat realizuam dhe nga ana tjetër tek ato të cilët do të gjykojnë faktin që kishte një indiferentizëm, jo vetëm indiferentizëm, por një zgjedhje nga ana e qytetarëve për të mos bërë palë e këtij procesi si një ndoshta mesazh për të gjithë spektrin politik në vend. Kolindo, faleminderit shumë për kohën edhe për gjithë opinionet që ndat nga konstatimet, nga terreni, nga ajo që ju pat dje dhe vërejtët për këtë proces zgjedhor. Jam mirënjohës shumë. Faleminderit edhe ty.